Simpatia Fazosove mund të themi një gjë. Kosova do të ketë një qeverisje teknike, pra është ekskluzive për juve. Kryeministri i Republikës Kosovës padyshim do të jetë një ish kryeministër i Kosovës që ka qenë në shtëpinë e bardhë dhe ka arritur marrëveshjen e Washingtonit. Dhe pikërisht Trisha Grenell do të vijë me një plan të detajuar sa përket avancimit më të tërshëm të marrëdhënieve Serbi-Kosovë dhe arritja e marrëveshjes sipas planit amerikan bazohet në marrëveshjen e Washingtonit. Do të detyrojë që të kemi një qeverisje teknike gjithëpërfshirëse ku në kodër kësaj marrëveshje do të kemi edhe përcaktimin e presidentit në zgjedhjet që do të vinë në mars të 2026, pra do të kemi një konsensus të plotë në këtë pikë dhe që kjo qeverisje teknike do ta përmbyllë procesin edhe të zbatimit të asociacionit ekonomik me shumicërve, do të zbatohen shumë marrëveshje të cilat janë arritur në periudhë përkohëse, por që boshti kryesor do të mbetet marrëveshja e Washingtonit, e cila nuk është implementuar nga ana e qeverisë pas ish kryeministrit Abdullah Hoxhi.